Kamza mundi Pogradecin 2-1 duke marrë 3 pikë shprese. Ditën e përgjithshme Silaçi Teuta e Durrësit nuk arriti të mbante presionin duke humbur 1-0. Në fushën asnjanse të Krujës dhe për më tepër Patifos, golin e vetëm për Kulpinasit e shënoi Vucaj në minutën e 61. Ndërkohë opozitat e Shkumbinit u rrezikuan mjaft pasi me humbjen 0-1 në Peqin me Kastriotin e gjen veten vetëm 3 pikë larg zonës play-out. Pas javës i 23 kryeson Skënderbeu me 50 pikë, i ndjekur nga Teuta 49 dhe Tirana 47 pikë. Humbja më e hidhur e Tiranës 3 javë nga përfundimi i kampionatit duke larguar tashmë 4 pikë nga kreu i renditjes, ndërsa SBE akoma më shumë luftën e saj për titullin kampion. Bardheblut pësuan një gol me penalti në minutën e fundit, duke humbur 3-2 në derbin e Kryqëzitetit kundër Dinamos. Edhe pse skuadra e trajnerit Rubio kaloi 2 herë në avantazh, fillimisht me Balen dhe më pas Kalarin, jo vetëm nuk administroi rezultatin duke u barazuar në këto raste, por edhe psoi golin e tretë në minutën e fundit nga pika e bardhë e penaltis me Kulin. Por fitore arritën edhe shumica e skuadrave të tjera që rrezikojnë qëndrimin në Super League. Tomori fitoi 3-2 në fund ndaj Flamurtarit. Në Korç kampionët fuqi të Skënderbeut mundën me rezultatin 2-1 vllaznin, duke u ngjitur në vend të parë të ndihmuar edhe nga humbja e Teutës me Laçin. Korçarët shënuan 2 herë në pjesën e dytë me anë të Xhafaj dhe Plakut përpara se Gjini të ngushtonte diferencën në minutën e 91. Përballë një skuadre që rrezikonte shumë ndërsa Apolonia përmbysi dizavantazhin duke fituar 2-1 ndaj Byrlisit.